Përshëndetje të gjithëve, jemi në Sportistika në televizionin Skan. Jemi në fazën e fundit të grupeve, duhet thënë janë luajtur ndeshjet e para dhe të dyta, ndërkohë nga ana tjetër kemi aktualisht po zhvillohet raundi i tretë dhe i fundit, duhet thënë, ku përcaktohen renditjet përfundimtare për skuadrat që kalojnë në fazën me eliminim direkt. Janë shumë grupe, ekipat e të cilave luajnë në të njëjtën orë, këtë gjë e kemi parë edhe në ndeshjet e ditës së dieshme, por gjithashtu e shohim edhe përgjatë mbrëmjes së sotme, kjo për të shmangur llogaritjet e rezultateve dhe pikërisht do të shohim të njëjtën gjë pra edhe në mbrëmjen e sotme unë e ritheksova. Shumë i ngjeshur ka qenë te kalendari i ndeshjeve të FIFA-s për ditën e sotme, megjithatë ne do të analizojmë vetëm mbrëmjet, vetëm ndeshjet që do të luhen mbrëmjen e sotme. Kemi Norvegjinë dhe Francën si përballen këto dy kombëtare në vlera, pra si janë vlerat totale, cila është diferenca mes tyre, nga ana tjetër si paraqiten sipas pozicionit kryesor që ne kemi analizuar gjithmonë sipas dhënave të Transfermarkti. Referohemi Norvegjisë me një vlerë totale prej 589.9 milion euro, përkundrejt vlerës maramëndse duhet thënë të Francës, një ndër kombëtarët që ka edhe vlerën më të lartë në treg nga ato të cilët ne kemi analizuar pra në fazën e grupeve, prej 1.52 miliard eurosh. Duhet thënë që të dyja vlerat e të dyja kombëtarëve nuk është se ka ndryshuar nga ato që ne kemi analizuar në ndeshjet e para për këto kombëtare, nëse i referohemi pozicioneve që ne kemi përzgjedhur gjithmonë për të analizuar, shohim që porta e Norvegjisë vlen 5.3 milion euro, përkundrejt portës së Francës prej 57 milion euro, një diferencë goxha e ndjeshme. Nga ana tjetër kemi mbrojtjen e Norvegjisë me një vlerë prej 94 milion euro, përkundrejt mbrojtjes së Francës, po ashtu një diferencë goxha të lartë te ky pozicion prej 404 milion euro. Kemi mes fushën prej 130 milion euro për Norvegjinë, nga ana tjetër 312 milion euro mes fusha e Francës, e më vonë vim te sulmi ku po ashtu shihen diferenca të mëdha në favor të Francës. Do të shihni se do të jetë ndeshja në fushën e lojës, pasi ka patur surpriza sa i përket të gjitha përballjeve që ne kemi analizuar deri më tani, edhe pse shumica e tyre përkojnë me atë parashikimin ton financiar apo parashikimin që kemi sjell her pas here nga Opta Prediction. Do të shohim se si është pikërisht parashikimi për mbrëmjen e sotme sa i përket kësaj përballje, pra Norvegjisë dhe Francës, pikërisht nga Opta Prediction, faqe specializuar që përdor të dhëna të shumta në databazën e saj për të parë probabilitetin që kanë skuadrat. Kemi 20% shanse për Norvegjinë pra në duelin e sotëm të fitores, ndërkohë nga ana tjetër kemi Francën me një probabilitet prej 59.4%. Duhet theksuar që ky probabilitet sipas faqes së Optës ndryshon her pas here, megjithatë në të gjitha ndryshimet që janë kryer në të dhëna ditën e sotme, sigurisht që shanset më të mëdha ka patur Franca, pra ka qenë e pandryshuar. Nga ana tjetër, shanset ose probabiliteti që kjo ndeshje të shkojë në barazim janë 20.6%. Do të kalojmë te përballja e radhës, kemi Senegalin dhe Irakun, një përballje gjithashtu që nuk është shumë e ekuilibruar sa i përket vlerës në letër. Kemi një vlerë totale të Senegalit prej 478.1 milion euro, përkundrejt 21.2 milion euro vlerës së Irakut, një ndër kombëtarët që ka edhe vlerën më të ulët, e kemi theksuar her pas here. Nëse i referohemi portës, shohim që ka diferenca në favor të Senegalit, ndërkohë që pozicioni më i shtrenjtë sa i përket Senegalit është 221 milion euro sulmi, ndërkohë nga ana tjetër edhe në rastin e Irakut sulmi është më i shtrenjtë. Do të shohim sërish sipas faqes Opta se si është parashikimi për mbrëmjen e sotme. 77% shanse, pra është probabiliteti që Senegali të dalë i fituar nga kjo përballje, ndërkohë nga ana tjetër Iraku ka vetëm 8% e shanset, për barazim janë 14% për përballjen e mbrëmjes së sotme. Do të shohim si do të jetë ecuria, si do të renditen këto skuadra në përballjet e radhës, pra në fazën me eliminim direkt. Nga ana tjetër, cilat janë disa fakte interesante sa i përket këtyre përballje të mbrëmjes së sotme. Kemi Norvegji-Francë, është ndeshje që vendos në fakt vendin e parë në grupin I. Francës i mjafton edhe barazimin, ndërsa Norvegjia duhet të fitojë patjetër. Ndërkohë nga ana tjetër, Haaland dhe Mbappé kanë nga 4 gola. Ne I kemi sjell edhe më herët në Sportistika të gjithë lojtarët që kanë më shumë gola në këtë turne, pra në botrorin e vitit 2006 deri më tani. Megjithatë, këto nuk përballen ditën e sotme vetëm për të mbajtur vendin e parë në grup, ndërkohë nga ana tjetër luftojnë edhe për këpucën e ardhshme, që është një duel shumë interesant ky mbrëmjes së sotme mes Norvegjisë dhe Francës. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket përballjes Senegal-Irak, është ndeshja e parë e këtij botrori ku të dyja skuadrat luajnë praktikisht për mbijetesë. Ndërkohë Norvegjia është rikthyer në Kupën e Botës pas 28 vitesh dhe ka siguruar kualifikimin në fakt që në 2 ndeshjet e para. Kjo është gjithçka që kishim përgatitur për Sportistika ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish nesër.